Teksa numërimi mbrapsht për nisjen e sezonit të ri të kampionatit të kategorisë së parë në futboll ka nisur, ekipet vazhdojnë me përgatitjet. Tekniku i ekipit Matian Burrelli Samuel Nikaj thotë se skuadra është në kohën thuajse limite për të plotësuar çdo nevojë që ka për ndërtimin e një ekipi dinjitoz për të bërë ballë sfidës së vështirë të kategorisë së parë. Kreu i pankinës Matian tha se të gjithë lojtarët me të cilët është nënshkruar kontratë janë të një niveli të kënaqshëm, gjë të cilën e kanë treguar edhe në ndeshjet miqësore të zhvilluara gjatë javëve të fundit. Por Nikaj nuk përjashton mundësinë e zhvillimit edhe të dy miqësorëve të tjera deri në startimin zyrtar të kampionatit. Mendoj që edhe këtë javë do të bëjmë një seleksionim të mundshëm, kanë ndolur lojtarë shumë. Besoj që 70-80% e ekipit është konturu, atëherë presim edhe në përforcim të ri edhe ose në konfirmim për këtyre grupit që kena në prova. Kena bërë disa miqësore, kena marrë ato informacionet tona për kontingjentin, për lojtarët individualisht, po ashtu edhe kolektivisht, po ta shohim procesi vazhdon. Atëherë mas kësaj jave besoj që do të dalin skuadra plot. Patjetër kena bërë 5 miqësore, tash kena edhe 2 tjera, në mënyrë të tillë që të komponohet skuadra, sepse normalisht është formuar një grup i ri dhe duhet që të njihen njëri me tjetrin, po besoj që procesi vazhdon edhe besoj që mirë do të shkojnë. Po në përgjithësi ka pas raporte të filluar për import, me largimin e Danit, po ashtu edhe në mbrojtje në mesfushë dhe në sulm, ka pas largime të rëndësishme, por edhe afrime të rëndësishme. Tani do shohim në vazhdim se si do të procedojmë, edhe ta mbyllim skuadrën edhe atëherë do të them tamam më saktë se deri ku mund të mërrin ekipi. Skuadra zhvillon normalisht seanca stërvitore pranë stadiumit Liri Ballabani, ndërsa klubi pritet të nisë federimet në FSHF për të gjithë lojtarët me të cilët aktualisht ka një kontratë.